Profesori universitar i Fakultetit Juridik Kol Krasniqi ka bërë të ditur se është propozuar si kandidat për president të Republikës së Kosovës. Përmes një postimi në Facebook, Krasniqi ka konfirmuar se propozimi ka ardhur nga rrjeti intelektual shqiptar, duke theksuar se këtë iniciativë nuk e sheh si nder personal, por si një reflektim të shqetësimit qytetar për gjendjen e institucioneve dhe nevojën për udhëheqje të bazuar në etikë, dije dhe përgjegjësi publike. Me përgjegjësi të lartë morale dhe me ndjenjë të thellë reflektimi, kam pranuar njoftimin se rrjeti intelektual shqiptar më ka propozuar si kandidat për president të Republikës së Kosovës. Këtë propozim nuk e konsideroj si nder personal, por si një shprehje të një shqetësimi të sinqertë qytetar për gjendjen e institucioneve tona, edhe për nevojën e një udhëheqjeje që mbështetet mbi etikën, dijen dhe përgjegjësinë publike. Formimi im akademik perëndimor, i ndërtuar në universitete ku mendimi kritik, autonomia morale dhe respekti për shtetin e së drejtës janë parime themelore. Më ka mësuar se pushteti nuk është privilegj, por barr, jo mjet afirmimi personal, por shërbim ndaj shoqërisë, ka deklaruar Krasniqi. Ai ka theksuar po ashtu se Kosova ka nevojë tashmë për një presidencë unifikuese, të pavarur nga interesat e ngushta politike, e cila respekton ekuilibrat kushtetues dhe përfaqëson me dinjitet shtetin në planin e brendshëm dhe ndërkombëtar. Kreu i lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti në një paraqitje për mediat nga QKUK-ja ka folur edhe për procesin e zgjedhjes së presidentit të ri të vendit. Sa i përket takimeve dhe kontakteve me presidenten aktuale Vjosa Osmani, Kurti ka thënë se është në kontakt me të dhe se është takuar, megjithatë thotë se zgjedhja e parit të shtetit është hapi i katërt me që duhet të themelohet kuvendi, të zgjidhen nënkryetarët dhe të bëhet qeveria e re. Sa i përket takimit me presidenten, padyshim që jemi në komunikim dhe jemi takuar, por ta keni parasysh që ai do të jetë hapi i katërt. Pas certifikimit të rezultateve kemi nevojë për 3 hapa paraprak: konstituimin e kuvendit, kryetarit e 5 nënkryetarëve. Pastaj është formimi i qeverisë dhe duhet të fillojmë menjëherë me marrëveshje ndërkombëtare, ka thënë Kurti. Ndërkaq sa i përket takimit me presidenten, padyshim që ne jemi në komunikim edhe jemi takuar, por ta keni parasysh që ai do të jetë hapi i katërt. Ne pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve dhe trajtimit të gjitha ankesave të mundshme kemi nevojë për 3 hapa paraprak. I pari është konstituimi i kuvendit, i cili nënkupton zgjedhjen e kryetarës apo kryetarit dhe të 5 nënkretarëve. Pastaj është formimi i qeverisë dhe na duhet që menjëherë të fillojmë me vendimet për marrëveshjet ndërkombëtare. I kemi 3 marrëveshje me Bankën Botërore, edhe kemi planin e rritjes së Bashkimit Evropian, i cili është në shumën e gjithë mbashme për 882.6 milion euro, ku rreth 30% janë grante, ndërkaq 70% janë kredi, e unë besoj që në raport me opozitën, tek marrëveshjet ndërkombëtare, po te konstituimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë, do ta shohim se apo ja fillojmë një kapitull të ri, i cili dallon prej atij vitit 2025 që porsa e kaluam. Pra neve na duhet në kuvend ta shohim se a ka atmosferë për një raport të ri qeveri-opozit. Unë nuk mund ta them këtë paraprakisht, por padyshim që muaji i shkurt, i cili siç e dini nisën këtë fundjavë, është muaji i cili do të na tregojë neve se a do të mund të hapim një kapitull të ri të raporteve tona. Ne populli na ka dhënë një mbështetje shumë të madhe, që është përgjegjësi e lartë për neve. Për formimin e qeverisë nuk do të kemi asnjë problem, por për 2/3 e votave, kur nevojiten në kuvend, prej marrëveshjeve ndërkombëtare e deri te rizgjedhja e presidentes apo zgjedhja e presidentit, ne kemi nevojë për bashkëpunim me opozitën. Por nga ana jon, gatishmëria dhe interesimi ekziston. Në muajin shkurt do ta shohim se a ka gatishmëri e interesim edhe nga opozita.